dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në studio kam ftuar një zonjë tepër të veçantë në ndjesinë e saj artistike. Ajo në përditshmërinë e saj është mësuese, por shpirtin e artit dhe të artistit e ka shpërndar për gjatë gjithë ditëve, për gjatë gjithë jetës së saj. Kohët e fundit, ajo ka stacionuar në një ekspozit të titulluar Petale, në një ekspozit pikture që vërtet është vlerësuar dhe ka tërhequr vëmendjen 3 ditë më parë në një nga sallat e bibliotekës Marin Barleti. Greta Tahiraga, e ftuara ime, ka mbledhur dashamirësit e artit për të ndjekur ekspozitën e saj. Gret, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që jam e ftuar në këtë emision. Në fakt, unë kam shumë kënaqësi t'ju takoj nga afër, sepse përshtypjet, konsideratat, falenderimet për ekspozitën Petale që keni hapur 3 ditë më parë kanë qenë të shumta. Si ndjeheni? Atëherë, me të vërtet ndjehem mirë. Më duket sikur ndjehem e kompletuar dhe atë ëndrrën time sikur e bëra realitet. Vërtet do duhet shumë punë. Njeriu kur mbaron një rrugtim ose një finalizim i këtij lloji, ndjen që prapa të reflektoj, të krijoj, të marr ato kritiken nga të afërmit, dashamirësit e artit dhe ta korrigjoj, të përmirësohet edhe të ketë pritshmëri më të mëdha. Në fakt, unë mendoj që ky nuk është mbarimi i një rrugtimi. Ky është një sprint në vazhdimsi në rrugës tënde. Faktikisht, kështu ishin dhe këshillat e shumë profesorëve të artit, që të vazhdoj të ecë si para, të aplikoj ose të shtrihem tek natyra e peizazhit, tek portreti, dhe jo të ngelem vetëm tek natyra e qetë. Por unë natyrën e qetë, këtë qëni më duket sikur e gjej veten aty. Aty kam shpalos ato aftësitë e mia, ndihem mirë. Edhe ku ka më bukur, e kam ndivedin mirë tek lulet. Lulet me bukurinë e saj. Atë kam dashur sjell këtë ekspozit. Na ke sjell lule në studio, lule shumë të bukura, të dashura për të gjithë, sepse Shkodra ka shumë lule. Ato zënë vend në kulturën e qytetit, në këngët, por në kultivimin e në pikturën tënde, prandaj e ke quajtur Petale, apo jo? Po. Lulet më kanë pëlqyer gjithmonë dhe siç e the dhe vetë, lulet janë simboli i qytetit tonë. Ata na përfaqësojnë gjithmonë. Po ta vëmë re, lulet janë refren e këngësh, lulet janë zbukurim ambientesh, lulet janë freski, lulet ngjallin ato borrat e vjetra ku i na rrit, ku i na kemi rrit shtatin, ato ditë shnjergjeve kur nana gjyshet tona na zgjoshin me to. Në fakt edhe temperamenti i luleve, temperamenti shpërthyes të ngjallat që erdh pranvera. Pranvera është jetë, pranvera është një fillim i ri. Edhe plakun e rinon. Ndjesia, aroma, ngjyra, atë kam dashur me sjell, kështu kështu mendoj edhe unë, sepse pranverën, lulen ti e ke në shpirt dhe ky lulëzim bulon pikrisht tek ekspozita jote, tek pikturat tuaja. Kështu mendoj. Në kjo ekspozit faktikisht erdhi si një reflektim i brendshëm i imi, si një vokacion shpirtëror. Dhe me përpara më nxiste të kapja lapsin me re, të vizatoja dhe gjëja e parë që më vinte instinktivisht ishte lulja, format e saj, gjethet, kërcelli, i bërgjësia.
Pastaj dal nga dal fillova dhe me ngjyre, drithije, duke lujt me drithijet e lules, të sidhja reale ngjyrat e saj, sikur aty përcjellja aromën, ndjesinë që ato mbartin. Dhe këtë ndjesi, ato ishin motivet e mia të para. Dhe këto motive të para në piktur, besoj se kam e kanë frymëzim i përhershëm. Nuk kam e nda luleve. Kjo është gjë e bukur. Kjo është gjë e bukur. Të dhurosh një lule është të dhurosh mirësi, dashuri, bashkëpunim, kënaqësi. Edhe ja është albumi që na dhuron mëngjes për kollën, por kjo ndjesi që unë kam gjatë shfletimit të albumit që i referohet ekspozitës suaj është pikërisht ajo kënaqësia e lules, sikur edhe nga këto punime ndjen aromë, më bën shumë përshtypje loja me ngjyrën. Sa bukur, çfarë nuance, çfarë drite, çfarë gradacioni. Ke patur lule gjithmonë në shtëpi dhe ju ke hyrë në brendësi atyre? Po, kam pas lule, kam kultivu lulet, jam marrë shumë me ta, gjithmonë dosha të sidhja shumë llojshmëri, lloje, tipe të ndryshme, ndoshta edhe nga vendet e rajonit, kur udhtoja në ndonjë vend, gjë e parë ishte që nga vjen kjo lule, e prekja, ndonjëherë më dukeshin edhe artificiale, doja gjithçka të ishte e prekshme dhe ta kisha. Më pëlqen kultivimi i tyre, përkujdesem për ta dhe ndihem mirë. Kjo është shpirti i butë i një gruaje, por që pasqyrohet kaq bukur në punimet e saj. Madje në këtë album që vërtet është më së i këndshëm, janë të shoqëruar edhe disa vargje, disa përshtypje. Është bashkëpunimi që ke patur me poeten Albana Fani për ta realizuar? Albana Fanin e kam mikesht. Jam krenare që e quj kështu. Një person, një artiste shumë e kompletume. Ajo më ka ndjekur vazhdimisht në pikturat e mia, kur i pasqyroja ato, mori ndjesi për i tyre dhe arriti me pennën e saj të krijonte vargje për disa nga pikturat. Duke frymzuar nga pikturat. Dhe është e vërtet. Dhe kur gjen frymzim, sa bukur. Dhe është frymzuar nga këto, dhe ndjehem mirë nga këto lule që gjithkuj në farë mënyre e tërhek diçka, një kujtim, një mbresë nga e kaluara vetë. Jo, këto janë edhe histori, do thosha, sepse duke sjell pranverën, ditët e shnjergjit, apo edhe kultivimin mbas stinëve, nuk ka se cili të ketë marrëdhënien e tij. Më bën përshtypje shumë te dukshmëria e ngjyrës dhe penelit. Unë shoh një vazo me lule dhe me ujë që ushqen lulen dhe e shoh përtej saj. Gjë e bukur, shumë e bukur. Ashtu siç i shoh, ashtu krejt realiste, ashtu kam dashur të sjell edhe në pikturë. Një teknik realiste, një teknik transparente, ma kanë vënë dukje këtë gjë. Ndoshta me kalimin e kohës duhet jetë pak më e konsolidume, por ashtu e kam ndjerë dhe ashtu e kam sjell. Kam lujt me ngjyrat përgjithsisht i zgjellë të ngrohta, mbetem aty tek ngrohtësia e tyre dhe mjaft fluide. Por nuk i shumë punime në laps, por ato që i ke shumë të bukura. Për shembull, një gjethe tharë, ose janë 2-3 gjethe për më saktë, përdorimi i lapsit, i drithijes, i ndjesisë që të bën sikur
ta zgjatësh dorën dhe ta marrësh atë gjethe për vete. Ja kjo ka qenë, ose të urës së mesit, për shembull, ja që e kam këtu, ka një tej dukshmëri që përshkon gjithë thellësinë e lumit kirë, por edhe lartësinë e qiellit. Diçka shumë e këndshme, shumë breslënse. Apo edhe të një vargu hudrashun, nëse mos gaboj. Janë këto punimet me laps që ti ke sjell shumë të bukura. Faleminderit. Në studion e profesorisë Mira Jahja, ku kam nderin ta përshëndes, testimi i parë që pata në ballafaqimit me të ishte kaklapsin. Dhe unë me laps lujta, më pëlqen të luaj me laps, me drithijet, me vëllimin e objekteve, dhe ajo patek unë një farë talentit, e cila ma shprehi mënyra mjaft optimiste. Dhe kam bërë punime me laps, duke manevru në format, hijet, duke i vendos, njeri u luan me to, dhe besoj se jam një mirë një farë mënyre. Po kjo është një pjesë interesante e juaja, të nderuar dëgjues, vërtet është dhe disi befasuese. Një zonjë e cila ka krijuar jetën e saj, profesionin e saj, por që thellë në mendje dhe në zemër, në thellësinë e shpirtit ka dhe një pasion shumë të bukur artistik, të cilit nuk është ndarë. Besoj, kjo është bindja ime për gjatë gjithë kohës, të roket një ditë në një studio për të marrë mësime arti, pavarësisht se fëmijët ishin tashmë të rritur, edhe Greta Tahiraga bëhet një nxënëse ose një studente me shumë e bindur, po i them, mësimeve të artit tek piktorja mirë njohur Ermira Jahja. Si erdhi ky moment? Si që thash edhe përpara, e ndjesha që ndoshta këto ngjyra, këtë pasion të brendshëm ta shpalosja dikon. Dhe ishte profesor Ferit Kola, i cili më nxiti të më tha, vajz, ti ke talent, duhet ta kultivosh, duhet ta ushtrosh ti pas dite, dhe duhet marrësh në kulturë arti. Po mendoja, ma bukur se brishësia një femne nuk ishte ndoshta një komunikim si që kanë femrat atë të ndjeshëm. Apo s'është profesoresh Ermira një mrekulli më vete në komunikim? Vërtet, aty gjeta një entuziazëm, një ndjeshmëri shumë të lartë, u gëzu fort, dhe isha një studente e përkushtume. Po. Të veja në zbatim çdo këshill të sajën, dhe ja rrita. Kjo periudhë ka zgjatë 2 vjet. Pra, pothuajse 2 vjet. Pra, pothuajse 2 vjet unë kam marrë penelin në dorë dhe siç e keni pa dhe vetë, është bërë një punë intensive. Ishte një sfidë për mua. Kur filluan të merrnin jetë pikturat e mia në telajo, profesorisha më propozoi, po, ti gati të hapësh një ekspozit. Ekspozita dëshiroja të kishte atë pjekurinë e duhur, maturinë e saj, mos të vinte kështu si një dëshirë. Dhe jam munduar të kuroj çdo gjë. Ndoshta jam rikthy një pikturë 2-3 herë. Të shikoja ngjyra, drithijet, a jam e përmbushur vetëm në atë çfarë do të pasqyroja tek sytë e artarësit. Por e ndjeva mirë, e ndjeva atë kënaqësi tek sytë e tjerëve, u ndjeva vërtet edhe vet mirë emocionalisht. Kam vënë re se në ekspozit, kjo gjë më ka bë më shumë përshtypje, që kishte një shtryrje të pëlqimit të pikturave. Nuk mbeten pikturat e mia në një këndvështrim 2, 3, 4, por kishte një shtryrje nga 90% të tyre. Dhe aty
jam gëzu, ka marrë emocione pa fund. Fal Greta, po unë mund ta quaj këtë vetëm një nga stacionet kulmore tuaja, sepse që herët që e vogël të ka pëlqyer piktura. Pse nuk vazhdove për pikturë? Nuk e di pse nuk vazhdova për pikturë, ndoshta pritshmëria e familjes teme ishte më e madhe edhe mendoshin që të vazhdoja një shkollë, një profesion, të merrja një profesion tjetër, zgollat mësuesisë. Është shumë e bukur edhe mësuesia. Po, por ndonjëherë pikturën nuk e kam pas si profesion. Pikturën e shoh si një diçka, një përmbushje shpirtërore. Pikturën e shoh si një frymëzim që shpërthen nga vetvetju. Normal që atë lloj ndjeshmërie kur e kultivon brenda, duhet ta kultivosh ditë pas dite, jo ta lësh atë të rritë të fshehtë. Dhe mu më erdhi në këtë moshë. Por normal që unë e kam ushtruar atë. E ke ushtruar dhe pa shkuar te kursi. Po, me laps, me vite ndonjë frymëzim, ndoshta kurosha punimet e fëmijëve, dhe në qëndisi, kur shënisja në kohët e hershme. Po jo, se kjo është një ndjenjë e mrekullueshme, e bukur. Dhe erdhi momenti, Ndoshta gjithçka ka atë momentin e duhur, ka në grigjën brenda vetes që duhet patjetër një shtyrje, një shkas. Dhe për mua ky ishte momenti. Kështu e kuptoj. Kjo që ju thatë është më së vërtet, sepse mësuesia dhe arti shpesh kanë hyrë në një korsi tek ty. Ju jeni mësuese në shkollën speciale 3 vjetori dhe veprimtaritë dhe ekspozitat nuk kanë qenë të pakta. Përkundrazi, mësuese Greta është aty së bashku me fëmijët special për t'ju dhuruar shtytje, për t'i drejtuar, për të mbushur tavolinën me punime të mrekullueshme dore, pikture, ngjyrash, formash. Keni marrë pjesë në disa herë në aktivitete të tilla. Unë, siç e thatë dhe ju, punoj në shkollën speciale 3 vjetori. Ashtu siç e ka dhe emrin, ashtu janë dhe ato fëmijë special. Dhe nihem e privilegjuar që punojnë në atë shkollë. Janë fëmijë të mrekullueshëm. Në fazat e përditshmërisë tonë, shoh që ato fëmijë kanë nevojë të komunikojnë, të flasin, edhe unë gjeta një botë, ndoshta t'ja vendosja në pa botën e ngjyrave. Në mënyrë që të çoja një hap më përpara komunikimin grup, komunikimin mes njëri tjetrit, individual, zhvillimin psikomotor. Arti është magji në vete, arti të ripërtrin. E mendova pse jo thash, të hartoj një projekt dhe fëmijët të vlerësojnë materialet e riciklueshme që sot janë me shumicë, t'i vendosin në punë, në mënyrë që ato të ndihen të dobishëm, të fitonin siguri, të fitonin vetbesim në punën që po kryenin. Të përdonin materialet e riciklueshme dhe mjetet manuale të punës. Ky projekt ka zgjatë 6 muaj. Deri sa finalizu në bibliotekën Marin Barleti me titull Ju sjellim ngjyrat tona. Një pritshmëri e jashtëzakonshme. Qëllimi ishte të vendos ura komunikimi mes botës emocionale të fëmijëve dhe solidaritetit shoqëror, që të kthehej vëmendje te këto fëmijë. Këto të ndiheshin si gjithë tjerët, të ndiheshin të barabartë, të ndiheshin të çlirt. Pati një impakt të jashtëzakonshëm. Pjesëmarrja ishte e madhe nga të gjitha grupet e shoqërisë
ku ne jetoj. Dhe më e bukur e këtij aktiviteti ishte sepse këto punime udhëruan dy institucioneve që për mua kanë një ndjeshmëri të madhe aty. Spitalit fëmijëve dhe shtëpisë të moshuarve në Shkodër. Një punë artistike, po më shumë një punë zemre, do ta quaja. Një punë që ngulmon tek shpirti me fëmijët që ju punoni, por edhe tek arti që transmetoni. Kjo është shumë e bukur dhe shumë e rëndësishme, Greta. Atëherë, për mendimin tim, arti, sporti edhe natyra janë ka një ndjeshmëri të madhe dhe unë si nuk i ndaj. E them këtë sepse tematika që janë në procesin mësimor të shkollës kam dashur gjithmonë edhe t'i praktikoj, të nxjerr dëshirat që ato kanë. Dhe erdhi viti tjetër pasardhës, dëshiroja që i pyeta dhe kishin qejf të ushtronin në sport. Dhe kështu, duke bashkëpunu me klubin Vllaznia, me student, arrita që këto fëmijë të luanin një ndeshje futbolli me sportistat e qytetit, edhe u ndjen jashtëzakonisht mirë, duke pas parasysh se sa e rëndësishme është sporti në jetën e tyre. Duke pas të merresh me sport, gjithmonë njeriu fiton vetbesim, fiton ndihet i fortë, ndihet të marrë iniciativa të guximshme, të mësohet me hupjen, me fitoren, të zhvilloj ngana psikomotore e tyre, të marrë reflekset. Dhe në shkollën tonë këto aktivitete nuk mungojnë kurr. Siç është dhe muzikoterapia, nuk mungojnë asnjëherë. Dhe kjo ishte i tyti projekt që hartova. Dhe së fundi kam mbetë në botën e luleve. Ndoshta kanë shku, të dy kanë ecur në paralel. Natyra është diçka që të përmbush, njeriu që të sohet. Ka një magji brenda saj. Dhe ja propozova fëmijëve, si mendoni, të mjellin ca lule? Po. Mblodhën materialet fillimisht, materialet të riciklueshme, siç ishin kutijat që ato ushqehen mes të Nutellës, të kosit, të vazot të hedhur aty këtu nëpër shtëpitë e tyre, i grumulluam, dal nga dal, dhe u bën 115 saksi. Fantastike, çfarë pune. Për 6 muaj. Kultivuam lule, lule oborresh, lule ambientesh, lulishtesh, i kanë mjell vet, i kanë ujit vet, janë për kujdes vet, çdo ditë rrinë i vështronin, vite ndonjë mësuese, ndonjë nxënës në klasë, dhe ato shumë të vëmendshëm për të rrit kanin që kishin formu në klasë, për mos me ju afru, mos me i prish, mos me i prej. Problemi ishte ku t'i dhuroj. Po e mendoja, dosha t'i dhuroja një institucion që ja vlente. Një ditë, ne pat me një aktivitet tek ekosocial farm, dhe aty pash vendin e duhur. Aty dhe ja propozova zotit Kastriot Faci, ai u mahnit dhe nuk e besonte që vërtet janë 115 lule, saksi të mbjedhura. Plus kësaj, ne dhuruam dhe një fshat turistik që ka ndërtu vetë fëmijët, me kafsh, me pus, me kafsh të takti, po, qita. Edhe fëmijët u ndjenë mirë, dhe ai tha,
të falenderoj, jam mirënjohëse fëmijëve, do ta çojmë verandën e 100 luleve. Dhe ashtu ka marrë emrin, veranda 100 luleve. Në fakt, po ju dëgjoj me shumë vëmendje dhe nuk ka se si të mos mendoj që një grua që me dashuri blaton punën, jetën e saj, pasionin e saj e ushqen dhe e drejton në mënyrën e dur, më të mirë të mundshme, të mos ketë një rezultat të tillë në jetën e saj sociale, në profesionale, me fëmijët, por edhe me artin e saj. Greta, në fakt, kjo dhurata që ti bën tek njerëzit jo materiale, por shpirtërore më shumë, është shumë e vlefshme. Ju falenderoj. Por edhe materiale, sepse edhe këto piktura disa ti i dhuron dhe i çon për bamirësi. Ja, faktikisht një piktur e ekspozitës time kam dashur ta dhuroj. Ta dhuroj tek një pjesë e shoqërisë tonë, të kontribuoj sado pak te gruaja për gruan. Të ardhurat të shkojnë për fëmijë dhe gra që ka nevojë. Jashtëzakonisht bukur. Greta, në fakt të gjitha këto punime dhe gjithë ky aktiviteti jote më ngulmon në një ide, një grua që nuk rri asnjëherë bosh, një grua që merret gjithmonë me punë dhe pasion, një grua që jep ditës kuptim në çdo minutë dhe orë të saj. Faktikisht kam ngarkesë punet, por të them të drejtën,